Çarri shton se ky veprim i ka kushtuar shtrenjtë partisë, duke shkaktuar reagim të menjëhershëm nga Sami Lushtaku. Sami Lushtaku nuk ja fali këtë gabim Memli Krasniqit, ai e konsideroi faj të rëndë dhe reagoi menjëherë sapo u certifikuan rezultatet në Mitrovic, deklaroi Çarri. Sipas tij, pas këtij momenti, lidershipi real në PDK mori drejtim të qartë. Lushtaku kujdes që tradita e vjetër të mos ndërpritej, ai kërkoi që në krye të PDK-s të vinte një njeri i dëgjueshëm, ndaj pas një konsultim u propozua Bedri Hamza, thekson Çarri. Ai quan procesin e vendosjes së Hamzës pjesë të pazareve të brendshme të dakorduara paraprakisht. Kandidatura e Bedri Hamzës nuk erdhi nga baza as nga forumi i partisë. Ishte produkt i marrëveshjeve të fshehta të grupit të Lushtakut dhe shokëve të tij. Çarri thotë se caktimi i konventës me shpejtësi të paprecedent e ka tensionuar situatën në PDK. Konventa u caktua për 17 nëntor me një ngutje skandaloze pa debat, pa konsultime, vetëm për ta mbyllur pazarin sa më shpejt, shpjegon Çarri. Në këtë klim, sipas tij, nuk është i çuditshëm reagimi i Enver Hoxhait. Enver Hoxha i ka të drejtë kur kërkon shtyrje, ai po thot hapur se PDK-ja duhet ketë garë me më shumë kandidatë, jo një votim formal për një emër të dakorduar paraprakisht. Hoxha i sipas Çarrit po përpiqet të shmangë një proces të mbyllur. Hoxha i kërkon që konventa të zhvendoset të paktën deri në 23 nëntor për të hapur hapësirë për debat dhe kandidatura, jo për të votuar një emër të imponuar, shton Çarri. Moteja i paralajmëron se përplasja aktuale vetëm është Maja e Zbergut. PDK-ja është në krizë të thellë, ka përplasje të hapura ndërmjet Lushtakut dhe Ramiz Ladrovcit, ka mospajtim të vjetër, ka rivalitet mes klaneve. Kjo është situatë shumë eksplozive dhe mund të çojë partinë drejt një përçarjeje të re, deklaron Çarri. Ai shton se figura të tjera brenda PDK-s, përfshirë edhe Vlorë Çitakun, mund të hyjnë në garë, ndërsa thekson rolin e ambicjes personale të Hoxhait. Enver Hoxhai, qysh prej largimit të Kadri Veselit, ka pasur ambicje për kryetar. Tani nuk ka gjas ta lëshoj rastin pa luftë politike, shpreh Çarri. Në fund ai i jep një paralajmërim të qartë PDK-s. Nëse kryetari vendoset me pazar dhe jo me garë, PDK rrezikon përçarje të thellë. Partia duhet të zgjedhë reformë reale apo kontroll të një grupi të vogël, përfundon Ganiçari për Bota Sot. Mehmeti, dorëheqja e Memlit ka hapur kutinë e Pandorës në PDK. Kurse analisti politik Faton Mehmeti thotë se dorëheqja e Memli Krasniqit dhe mënyra e caktimit të konventës kanë rikthyer në sipërfaqe tensionet të vjetra të kësaj partie. Mehmeti thotë se situata aktuale nuk është befasi. Dorëheqja e Memli Krasniqit vetëm sa e ka bërë të dukshme krizën e brendshme që prej kohës ka gryer PDK-n. Shprehet Mehmeti, ai argumenton se caktimi i konventës për datën 17 nëntor, ditë e hënë, ka prodhuar pa kënaqësi të konsiderueshme brenda partisë. Një grup i rëndësishëm brenda PDK-s nuk është pajtuar me datën e caktuar. Këtë frustrim po e artikulon hapur Enver Hoxhai, thekson ndër të tjera Mehmeti. Sipas tij, kërkesa e Hoxhait për ta zhvendosur konventën në të dielën pasuese nuk duhet parë si çështje teknike. Kjo nuk është vetëm datë, ka nuancë politike dhe tregon pak kënaqësinë e thellë me mënyrën se si po menaxhohet tranzicioni. Mehmeti thekson se dorëheqja e papritur e Memli Krasniqit ka krijuar vakum brenda strukturave të partisë, gjë që natyrshëm nxjerr në parë grupe dhe ambicie të fshehura. Kur hapet gara për lidership, dalin në sipërfaqe të gjithë interesat që zakonisht mbahen në tapet. Kjo po i ndodh aktualisht PDK-s. Ai vlerëson se Bedri Hamza shihet si kandidat i fortë, gjë që ka shtuar rivalitetin në brendshëm. Forca e kandidaturës së Hamzës nxit automatikisht kundërshti politike, është krejt normale që rivalet e tij të kërkojnë kushte të tjera, përfshirë shtyrjen e konventës, shpjegon Mehmeti. Sipas tij, kundërshtimi i Hoxhait është sinjal i qartë për konfigurimin e brendshëm të partisë. Kritika e Hoxhait nuk është e izoluar, ajo tregon se në PDK ka të paktën 2 kampe të interesit, të cilat po garojnë për të kontrolluar procesin e tranzicionit, deklaron Mehmeti. Në fund, analisti paralajmëron se për PDK-n, në sfida nuk është vetëm datë të mbajtja e konventës, por menaxhimi një procesi të brisht politik,